se në aspekt propozojmë që kjo pjesë e shqyrtimit gjyqësor të vazhdoj e mbyllur për publika. Përjashtohet publiku nga kjo seancë e shqyrtimit gjyqësor. Rrëfime të ekzaminuarit që janë ekskluzivisht për gjykatën ekspert dhe nuk përbën interes për publikën. Për këto arsye, se në qëllim të mbrojtjes së dinjitetit të zotit Shabani, se mbrojtjes së informatave që ligjërisht klasifikohen si informacioni privilegjuar dhe nuk mund ndahet në askënd pa pëlqimin e tij, se në aspekt propozojmë që kjo pjesë e shqyrtimit gjyqësor të vazhdoj e mbyllur për publika. Unë e kundërshtoj propozimin nga se nuk ka arsye që seanca të jetë mbyllur në këtë stad procedurës. Aprovohet propozimi i avokatit Besnik Berisha, ashtu që përjashtohet publiku nga kjo seancë e shqyrtimit gjyqësor derisa të dëgjohen grupi ekspertëve të cilët e kanë hartuar raportin e ekspertizës mbi gjendjen e shëndetit mendor.